shkoj pak të depilohem dhe kam në një orar. Kisha lënë në orar që do vija deri më peni në seansën e dytë, por i duhej Sarës të ta shtynte dhe të shohim nuk e kemi sigur që do vim sot apo jo, edhe duhet të pite kafe. Ja dhe situata, s'kemi shumë mësuar, kemi rreth një orë pak. Edhe i dash më belit për të pirë, i dash vitamina me se kam pi akoma. Ja, do ta pi që më në harroj time në fund. Vendosëm të biberon që të larë, stresi numër 1 që t'jem biberona. është duke dikush jep me biberon bebit, e kupton se sa e rëndësishme është kjo pjesa. Aerosa do madhe gjumit, edhe kaq, vetëm kaq ka për momentin, asnjë gjë tjetër. Nxorat e plerat jashtë. Tani, më ka marruar kremi i hidratanti fytyrës dhe çfarë përdor të Niveën. Është e Jonit. Joni i shef në TikTok, e thot, nëse Joni ka shumë ndjesh në fytyrën. Dhe do t'i kjo ka bërë mirë. Edhe shef në TikTok video, thot është i mirë dhe i ble dhe vetë. Po që nuk është e keqe, se unë kam përdorur këto 2-3 disa do një kremi, edhe ta lë të butë lëkurën. Po që është e hollë, kështu si krem. Kështu që përdorim këtë, vendosim SPF concealer. Ndoshta vëm çik rrush, mos u dukur kështu, edhe ikim. Se kemi orar. Unë kam ja, e bëra dëmin. Unë kam bërë shumë mungesa në YouTube dhe nuk më falet. Por çfarë më ka ndodhur, që ta dini, se nuk kam thënë as në Instagram në fakt, se kam qenë aq krisa që nuk kam mundra sa shpreh. Më kishte kapur nervi shiatik, dyshoj se ka qenë nervi shiatik, sepse mënyra se si më kapi ishte të tmerrshme dhe më la në tokë, nuk mund të lëvizja dot fare. Tani, sa më thanë, është miksimi gjilbërës me lodhje. Sa nuk e di, po mua më kapi pjesa këtu, gjysma anës këtej dhe komplet këmbën. Edhe kur i them ngela në shesh nuk mund të bëj asnjë lëvizje, kam marrë Jonin në telefon, ka ardhur direkt, as karrocën nuk shtyja dot. Edhe kam bërë një seancë masazhi, tek një këtu në lagje. Ai më solli pak në vete, por e vetmja gjë që më ka shpëtuar është ecja, dhe kam filluar ecjet, bëj shumë ecje rrotit, shumë, një orë. Ndoshta nuk është shumë, po që për mua është shumë se nuk lëvizja fare. E shoh që mua belica. Mama. Filloi ma beli që të qaj. Më do aty. Nuk do që mami vetë iki gjithfundi. Edhe kështu ka qenë situata, ndaj dhe nuk kam patur fare terzi, jo për filmim për asilogjie, se s'kam patur mundësi. Kam lënë edhe palestër, kam lënë që të gjitha. Nuk e di pse më ndodhe kjo gjëja, shumë e çuditshme. Nuk ndodh asnjëherë tjetër, por do të thënë mendja time kalojnë shumë mendime të ndryshme, ndoshta nga fakti që nisa palestrën, them ndoshta nuk e di, shumë arsye të ndryshme kalojnë, por që tani janë pak më mirë. E shoh që po eliminohet lëvizja, edhe kjo ka rëndë si... Kam marrë concealer një ri të tarte, se kam pas përdorur dhe më përpara, kjo është kodi 22N, që kam përdorur Room, është shumë i mirë, është concealeri më i mirë ever tarte. Është super, është fiksi make-up. Shumë i plot. Këtë lapsin, e kam marrë të temë. Është super. Shive si lëshon. Nuk shoh mirë to. Vitën radhës do i tregoj make-up-et, ju premtoj. Deri tani kam përdorur lapsin, edhe penelin. Është ky, është fantastik. Shikoni si lëshon. Super. Ika tani, do luaj buzë me një shkuqyrës edhe ika sepse jam bërë. Ja, ndërkohë erdhëm për të bërë pastrimin e fytyrës edhe seancën e dytë të dermapenit. Ndërkohë nuk kam bateri fare, do ta vënë karikim. Erdhi Sara më në fund, se e njoftohej që mund dhe mos të bënim trajtimin. Po, edhe sot na ndodhi. Po. Ne do pastrojmë pak të, nuk kuptova pse u lyeva, po nejse. Kaq. Ta pastroj? Do ta pastroj unë. Pastruam dhe lëkurën. Edhe tani jemi gati. Ky është skrabi. Skrabi. Ndërkohë kam marrë në vrap së më zuri shiu rrugës. Edhe biles për çadër nga mora dita, se nuk isha as çadër. Dole pa çadër. Bravo, ti më skuqur. Ka punuar shumë pjesën e hundës sot, Sara. Komplet fytyrën, bo hundën njerë. Tu përqendrua. Po. Ndërkohë ma beli rëzjuar. Ja. Edhe rish shifet në pasqyrë.
Ja. Edhe flokët. Shkëllë flokët që Ma bel. O, po. Ti flet vetës. Tani do të vendosim krem tjerës, që mos ndjeje asgjë dhe Sara t'i japi fuqishëm. Po. Kush e di se sa do më dhëmbi sot, ë? Jo, Do më fare, djegi nuk do në darkë, ndjesh. në darkë. Në darkë do ndjeki, se tani do ndjej asgjë unë. Kur ti të ikësh, do ta ndjesh atë pickimin. Po, është normal, atë djegjen e Se ndaj do parë. më vendosim pirje, që mos ta nkohem unë edhe ta bëj punën siç duhet. Edhe kemi gjetë një mpirës që nuk na e penalizon punimin e saktë. Se deri më tani unë nuk e sugjeroja për shkak se mpirësat që kam punuar më parë e bllokonin komplet fytyrën, nuk reagonte, ndërsa me këtë mpirës, që është pirës për bebe, për vaksina, prandaj edhe është kaq delikat dhe bën që lëkura të më reagojë. Si bën pirës unë për vaksinën ma beli? Si ky është për bebe, është Kastila. Okej. Japim forca tani. Ai qeshur. Kështu është bukuria, është e dhimbshme, nuk është kaq e thjeshtë që ti jesh e bukur. Ndërkohë, si që të mpijet fytyrën, edhe ma beli që po utrëm, se po më shef kështu, thot kush është kjo, edhe ja. Kishe hallin e gjatë ti? Ja, të Dolçi. Po pak, sepse është volumi i ampulës që e rrit, mos ki merak. Ma bëre anemike me Ka qishte. Tani do të vendosim një masë. Është për ta qetësuar lëkurën. Nësi e presër, po më djek pak Po, anash. para maskës të vendosim dhe një ampull tjetër, që ka efekt të lehtë peeling, shumë të lehtë, që na ndihmon të pjesën e poreve, njollave, dhe pastaj sipër saj maskën qetësuese. Tani vendosëm maskën për ta qetësuar. Edhe jemi me muzikën e kukua. Keni pa ndonjëherë qendër estetike me kukua? Ja. Që nëse jeni me beba, hajdeni se ja u mbajmë dhe bebi. Kemi një babysitter shumë të mirë. Sa po erdhëm në shtëpi, edhe unë tani po bëj kafe. Ora është 2:30. Sepse nuk kam pi kafe sot. Tjetër, Nabeli është duke qarë, ka filluar që aty duke qarë, se më pa mama ato ngjitse në fytyrë, u trëm, edhe s'po merr më veten. Tani më shef të kuqe, thot, s'më duket si mami im kjo, ç'është ka një ndryshim. Edhe fytyra, sot është më e kuqe se herë kaluar, se kemi punuar më ndryshe, më fort, duke qenë se bërëm piercing komplet në fytyrë, gjithë fytyrën. Sot do më djegi pak, edhe në darkë, është mëse normale. Fundi mund të pish një paracetamol, nëse bëhet e padurueshme ndjekja. Shpresoj mos të bëhet. Nëna, erdhi mami. Edhe mezi pres që të kalojnë 2 ditë dhe të shoh rezultatin. Kur merr atë shkëlqimin, atë butësinë. Edhe që kjo është. Inshallah në lëma beli të bëjmë në një punë sot. Nuk e dim. Po kështu si e ka syrin, çik vështirë të na le të bëjmë punë. Sot kjo, po e nisi ditën me të qame dhe. Po qa ke mo nëna? Po qarë këti më i bukuroshe mamit? Do i tregojmë pak në sokve tanë qa kemi bler. E shifni ju se qa kemi bler neve. Shifeni ju mërë në lozhin piano me këmbë. Si sa bukur. Tani do bëjmë një dush. Me vendosur këtë që ti mund të lozi pak më beli tani. Apo që ka dhe shumë qef dushi. Kemi kremin e trupit. Kjo është krem që përdoret kur ka skuqje në zonën e fytyrës. Ose vetë byça, po unë për fytyrë e përdor. Kreri. Kemi kremin hidratant të fytyrës. Kjo është kremi që përdorin për të byça. Pelenat mamila që përdor. Kemi një kanatiere. Kemi një bluzë me më të gjata. Edhe kemi formën që do veshim. Këto të treja. Përgatisim darkën, sallatë jeshile. Të hedhim qep, kastravec, avokado, misër edhe një ton. Gati. Në momentin, po mendojmë për drek të bëjmë këto patate në ëmbël në air fryer, si kam bërë asnjëherë, dhe thashtë i bëj oka, njëra në ran tok, të ha kokot.
Shifeni, koka këtu. Ja si jemi për momentin. Sepse nuk i ri. Shi që ka bërë të. Me jarkë. Nuk është për ty Koko, nuk e hasja. Kishim haruar që të bënim letër. Jo dhe pak vaj. Do të bëjmë edhe makarona. Kemi vendosur ujë aty. Mabeli. Çdo gjë do ta kapi. Shifeni. Nuk më le të bëj asgjë. Po mama, do gatuas ti. Çfarë do të bës? Tu kemi vendosur biberonat, po u lanë në fakt tani po thahen. Edhe pastaj do sterilizohen. Ja dhe fytyra ime ditën e dytë. Kam filluar të rripem. Shiheni çfarë po bëhet. Po ikën lëkura komplet. Është tani këtu kam concealer, ë? Ishte skandal. Po që ka filluar po rrip. Dhe unë që thoni juve, shkova dhe bëra çik pazar, sepse përfundimisht fillova një dietë me pagesë. Po, duke qenë se më duket, nuk e di pse njerëz, më duket shumë e vështirë për të humbur këto kilet. Kilet që më kanë ngelur, më duket merrësisht shumë e vështirë. Domethënë nuk është se po ha në gjuhë, e di se çfarë. Kam hequr ëmbëlsirat, kam hequr bukën, edhe prap nuk po bie. Jam munduar që dhe të lëvizi pak. Kam filluar bëj një orë ecje në ditë dhe prap nuk po bie. Peshorja ime tregon të njëjtën peshë dhe po çuditem. Kështu që vendosa që të bëj një dietë të shëndetshme me pagesë normalisht, edhe sot ma nisën, edhe sot e fillova. Edhe po, kam bler çdo lloj perimi sepse e bëra gjithë pazarin për gjithë javën. Mora perimet, po i futa, i vendosa në vende dhe nuk e tregova. Brokoli, lule lakër, karrota, mollë jeshile, lakër të bardhë, lakër të kuqe, këto duheshin. Edhe gjithashtu kam marrë kafe dhe kafeinato, sepse kjo dieta pas orës 7 nuk mund të konsumosh asnjë gjë përveç se kafes, edhe kafe ose ujë. Edhe kafe në mora dhe kafeinato pa kafein, domethënë. Mora pul, file të pule, 2 copë, edhe njërën e mora 250 gram fix. Po. Që nga të dyja 250 gram, sepse ashtë është gramatura, mora krip nga kjo Himalajeve. Që kam duke? Këtu kam përshut pule. Është diku e ngjashme me dietën që kam bërë, që ju tregova dhe juve. Nuk ja tregoj dot, sepse nuk më lejohet ju ja tregoj. Po, sepse tek ajo kontrata që është nisur, përmendet që nuk lejohet që të tregohet dieta, pasi është personale edhe nuk lejohet të tregohet në rrjetet sociale. Mora një kos me 0% yndyrë. Mora djath të bardhë nga ky Gjirofarmës. Oriz, kolt, ton peshku, edhe letra të mëdhaja për plerat, sepse këtu në shtëpinë time nuk e di çfarë ka, por çdo ditë nxirren gjithë ato thesa të mëdha plera dhe nuk e kuptoj si po na bëjnë gjithë plera. Domethënë në mëngjes hedhjoni të tjera, më vonë bën të tjera. Domethënë se kuptoj. Dhe jemi vetëm nejse, se kemi edhe Mabeli s'quhet, po Mabeli bën plera nga bebelinot, mos e pyesni. Do vendosem në përvendje dhe më duhet që të pastroj vendin e kokos. Tani që fle Mabeli, duhet që të laj pak me klor vendin aty ku shkon tualet kokoja. Edhe ta pastroj, edhe t'i laj dhe pak vendin e ujit edhe të ushqimit, sepse është dita. Edhe kështu jam e lodhur njerëz. Dola me Mabelin, bëm ecje, shkon tek tregu, aty mora dhe perimet. Këto ditë, duke qenë se po bëj ecje, edhe aty po bëj ku po eci është tregu i frutaperimeve, dhe kam bërë pazar tek tregu i frutaperimeve. Dhe realisht çmimet janë shumë më të lira se këto që blejmë këtu. Domethënë, unë sot çfarë s'bleva dhe më shkuan diku te 5000 lekë, kurse
po të blesh këtu në lagje, të ikën 15 që kështu, dhe nuk e kupton, atë them shqejonit. Këtu në lagje janë super shtrenjtë, dhe se kuptoj, se shumë afër është tregu, se kuptoj pse s'kam shku të tregu, po që mund për herë tjetër, edhe këto ko tani shkoj tek tregu lenje që janë dhe gjëra bio, sallatën, për shembull spinaqin, qepët e njoma, këto i merr bio direkt nga njerëzit që shesin aty. Po i vëmë përpënda. Ja dhe darka. Janë karot, lule lakër, brokoli. Edhe 100 gram mollë jeshile. Po konsumoj të tani që mos më kapi ora 7. Hello, gëzuar ditën e verës. Ja dhe ma beli që po fly gjumë. Po ka shumë muzikë këtu tani, sepse kemi ardhur te liçeni edhe nuk po më kombinon fare kjo muzika me këto rreth që po shoh, se prisja të kishte diell thotë se çdo ditë vere. Po që mirë, të paktën nuk është shumë ftohtë, është freskët. Edhe ja po shijojmë të kafen këtu, edhe ajrin e pastër. Po vendosim për të larë biberonat. Kemi rregulluar të gjitha këtu. Ja dhe ka 2 ditë që kam vendosur pompat. Pjesët e pompave. Tani do vendosim programin që edhe normal, që edhe do i laj, edhe i than, edhe i sterilizon. Nëna ka zënë vapa sot. Po frin një super erë ngrohtë, e çuditshme, po që e din që nuk do zgjasë shumë, sepse do flojnë shirat, por që super ngrohtë. Mua më erdhi pak porosia nga Market Hub. Që ka po pi një kafe dekafeinato që kam bërë tani bazite. Edhe dua t'ju tregoj pak diçka që është shumë interesante. Kush ka bebe edhe kujt po i dalin dhëmbët, këto çuçot janë çuçot më perfekte që mund të ekzistojnë. Do ja tregoj një nga një. E para është kjo. Shifeni pak. Çfarë ka të veçantë? Në çdo anë mund të futet në gojë, edhe mund të kruajnë mishrat. Këtu ka këtë, këtu ka këto. Ana tjetër është kjo. Janë gjithashtu këto të dyja me dhëmzat e vogla. Një kjo. Tjetra, se kam heq akoma tjetrën. Është këtu është kështu. Anash është me këto si kokriza. Ja. Pjesa nga mbrapa është kështu. Edhe Mabeli i super pëlqeu se i provova këtë, edhe ka shumë qejf. Kështu që jo super sugjeroj, janë të firmës Nybi. Unë e kam marrë tek Market Hub që mi sjell direkt nga Anglia. Pastaj më erdhi Porloz Mabeli. Më erdhi qumshti kenda milit, edhe dua që të filloj ushimin për Mabelin. Kjo është për 4 deri në 6 muaj dhe është smooth baby rice, tip orizi për bebe nga 4 deri në 6 muaj, por nuk më kanë ardhur lugët, pjatat, gjërat që kam porositur për Mabelin përsëri jashtë nga Market Hubi kam porositur dhe nga firma Monkey si e ka ajo, do ja lë këtu. Monkey është ajo firma që i ka super të mira. Edhe nuk më kanë ardhur akoma, kështu që nuk mund t'i filloj këtë. Po pres të vinë ato që t'i filloj ushqimin. Edhe kështu, ndërkohë unë po pi kafe, dhe kjo është e pandashme nga unë këto ditë, sepse në dietë kam që duhet të pi 3 litra ujë në ditë. Dhe kuriozisht duhet të pi mbas dite. Është pa kjo pjesa që 1 e 2 duhet ngelen në tualet, po duhet, s'kam çfarë bëj. Por e shoh që më është stopuar goxha pjesa e urisë, se kam patur goxha uri në krahasim me tani. Domethënë është bërë shumë e përballueshme si dietë.
Ndërkohë, t'ju tregoj pak kokon, se e di që ju ka marrë malli. Ja, shifeni pashajin. O, Koko, ku je ti më viri? Cëllë po bën aty? Ha? Të ka zënë Mabeli divanin edhe fla aty ti? Ai bukur, ai mirë. Këtë gjën këtu që është Kokoja, ja ka marrë, është kështu. Është për të kruajtur thonjt, dalloni. Edhe është super sepse nuk të bën pis kjo, siç ishin ato tjerat. Ai bukur. Mua. Pasditja e përhershme. Lodra. Në çdo cep shtëpia është mbushur me lodra. Çfarë them? Unë që kam qenë njeri fiksuar, që doja çdo gjë në mënyrë perfekte në vendin e vet, të laja, të pastroja çdo sekond, s'ka më. Do mësojmë me rëmuj tani, nuk kam më. Po bre me fëmijë, nuk kam më rregull siç ke patur edhe ajo pasërtia që ka qenë e dikurshme që në detaj, s'ka më. Ma, do e pish të qumshin që ma vëllon po, apo si e ke hallin? Do e pish susun? Të vdesim për ti. Me qesh. Unë i them ato pishushun me qesh. Ndërkohë kam vendosur lavatriçen edhe tharsen, po punojnë dhe ato, po lajnë, po thajnë, po pastrojnë, se rrobat nuk kanë fund, ju e kam thënë. Edhe nuk e di çfarë të bëj. Atë ikim, dalim në një xhiro sot ora 4:30, kjo fjeti kërxha në drek, kështu që nuk do flëmë, jam e sigurt. Edhe hamuj. Sa i po bën atje? Se ma bën me dol? Edhe hajde te mami jot. Po mendoj që opa. Nuk që mami ti more. Kështu vjemi në oce. Aroma më mirë në botë. Po mendojmë të bëjmë një xhiro. Se si do e stymë vazhdita neve.